episodin e ardhshëm të Gossip. I kanë mësu fjalët për mend, që Renato po flen në gjumë, se ne nuk po xherojmë darkë, po xherojmë gjë. Fabrika, mehita, edhe makarona. E kemi filluar Gossip, Ju falenderojmë shumë që na ndiqni, na bëni follow dhe like, mos harroni, apo thashë, mos harroni në të dyve. Subscribe. Ju dua shumë faleminderit për përkrahjen dhe mbështetjen dhe që na ndiqni. Si bëhet më prit? Kështu. Renato, apo s'di ta bësh ti? I padashur. A mund të them diçka? Jo. Lutem. Se bën në zemër. S'ka problem. Desha përfitoj pak nga rasti të bëj pak marketing faqes time të re që kam hap. Këshilla për marrëdhënie. Këshilla për marrëdhënie. Pa hapësirë. Këshilla për marrëdhënie. Ju lutem më shkruani mua jo këtit, sepse kjo është gjëja ime, kështu që nuk lejoj si ti dhe të tjerë të më merrni. Unë kam hapë si faqet. Mirë, shiko, ti mund ta kishe shkruar thjesht këshilla për dhënie, se Okej, jo, vëmendje, lutem vëmendje. E shijuat herën e kaluar kur po lexonit historitë? E thjova. Unë e trajtova shumë normal si gjë. Jo, po. Dhe bëjmë pyetje. Futi çika ato flashback. Po, bëni pak, lutem Arsen montazh bëj çika ato kur tha që unë e trajtova shumë normal atë. Dhe bëjmë pyetje. Do ulit të replikë mu! Pusho! Okej, vazhdojmë me historitë. Kanë ardhur shumë histori, janë dhe 100 e disa histori pa u hapur fare. Vetëm për shkak të opinionet tona bombastike. Kështu që ta dini, jo, edhe 2 episode kemi dhe mbyllet sezoni i Gossip. Kështu që më pas do kalojmë nga TikToku im, kështu që do i komentojmë andej, mos u bëni merak. Jo, unë. Atëherë fillojmë. Fishek zjarre. Filloj me historinë e parë. Përshëndetje Greta dhe çunat. E shikoni që njerëzit janë mësuar dhe me prezencën tuaj dhe ju thon dhe çunat? Patjetër. Nëse kush do të qof përshëndetje. Okej. Dua të them që kam një problem shumë të madh. Jam zënë me shoqen time të ngushtë sepse ajo ka shkuar me të dashurin tim me të cilin kam qenë e lidhur për 4 vjet dhe kemi një fëmijë së bashku. Gjëja më e do kisha arsye për të thënë. Gjëja më e keqe ishte që kur shkova në shtëpi i pash të dy në shtrat. Bashkëshorti më tha se kishte një keq kuptim. Po normal. Keq kuptim? Nuk është ashtu siç duk. Ndërsa shoqja ime mori rrobat dhe iku. Ai më tha që nuk ishte ashtu siç dukej dhe se e kishte bërë pa dëshirë. Dhe që nuk mund të ndajmë për hir të fëmijës. Nuk e di çfarë të bëj. A ta fal apo jo? Shoqjet si kanë futur blog dhe nuk jemi sqaruar. Jeni shumë të mirë. Shiko. Do të mendim tani kë? Po. Çfarë të bëj? Po. Unë mund të japim mendim timin. Se e kam shumë preciz. Po pres pak nga. Po, vazhdoni. Mund të vazhdosh Andro. Faleminderit, je shumë i mirë. Edhe siç po thoja. Plak shumë e rënd. Kjo thoshte, dërguar te shoqja që më ka trajtuar me të dashurin, çka okay. Pastaj kur tha është bashkëshorti dhe kemi një fëmijë. Situata u bë serioze. Bashkët, do të thënë ka bashkëshort akoma. Ka bashkëshort më vëlla erdhan në shtëpi tha dhe i gjetan në krevatin ku ajo fle me bashkëshortin. Gjeti shoqen e vet. Dhe ky tha që bër. Po, si çik. Ka një çik sa i madh. Nuk është ashtu siç duket. E kam bër pa dëshirë. Nuk kisha unë. Nuk kisha unë, ka thënë. Ishte subkonscienca. E kupton? Prandaj nuk besoj që ka shumë për të komentuar këtu. Sigurisht që jo, fëmia nuk është justifikim për të falur tradhtin, ka shumë çifte sot që ka shumë për të komentuar në fakt, por që martohen, lindin fëmijë, pastaj ndodh një tradhti dhe ndahen, sepse fëmia nuk ka pse të vuaj pasoja se ka një baba ka dhe një listë rigret, nëse nuk e dini, padashi manipulues i ndyr, i shpifur. Nëse nuk e dini, edhe ti edhe Greta, është një ligj i ri që çdo njeri që tradhton në martesë bën burg 1 deri në 3 vite. Kështu që kësaj linde drejta dhe ta padis këtë bulin, jo burrin. Bulin. S'është burg, është bul. Bul. Unë faktikisht. Nëse ti e justifikon dhe këtë gjë, nuk jemi 2 episodet e fundit. Pse? Nuk mund them një opinion timin? Jo, opinioni jo, nuk e, në këtë rast nuk e se ku ta justifikosh. Vjen keq po kam. Ke? Unë jam njëri me shkollë, nuk jam rrugaç rrugë. Alabak. Si zati kam vu. Po, tani që ndodh realisht
ndodh edhe kjo. Si ndodh? Shkosh me shoqen e gruas. Okej. Pa dëshirë. Kjo ka bë lëvizjen e duhur, që do të thotë, shoqja që ka fut blok. Apo këti? Pra e din që nuk ka ma një shoqe. Në këtë lloj mënyrë me anë të burrit vet, mund të jetë e rënd si mënyrë për të zbuluar se çfarë shoqe e ke, po ama anë burrit vet ka zbuluar që ajo nuk ka një shoqe. Ky njeri më smur. E para, e dyta. Surprizues për zotin. E dyta, ndodh që realisht e bën edhe pa dëshirë. Si ndodh? Më ka ndodhur më herë. Po si ndodh? Me shoqen e dashurës. Jo më njënën kot ishim kështu mi beach bar apo të pi alkool. Beach bar. Edhe shkova unë piva, isha tap komplet, më tha. Pa ishte tap. Ishte shumë i vetëdijshëm. Nuk e dim këtë. Edhe të bësh tap nuk është justifikim për tradhtim. Po jo, ç'është ndodhi tani, më tha mua ajo goca, tha, hajde sa do të çojmë në shtëpi. Okej, besova. E kupton? U shkova te shtëpia, po nga që isha i trullosur, nuk e dija, e kupton? Dhe më thanë, isha me zhveshi pla, e kupton? Edhe isha i pafuqishëm, nuk doja, edhe isha më kujtohet si sot, thjesht i thoja, lutem jo. Sa po rrëfeve live për histori përdhunimi pla, ty të kam përdhunuar. Lutem jo, i thosha unë, lutem jo. Tani ç'a ndodhe? Fakti që unë thoya lutem jo, ajo eksitoi nga kjo gjë. Ajo se duket sikur unë doja. O Renato, nuk është kjo thelbi dhe nuk kemi ardhur këtu për të ngjuar historinë tate seksi dhe që do ta justifikosh, që do të gjesh, është e pafalshme. Zot, është e pafalshme, dhe ajo nuk ka qenë ajher shoqja jote, ajo thjesht ka dash burrin, e shikon ç'a bëhet. Nuk kujtoj mas si shprehje nga ty. Nuk kujtoj mas si shprehje nga ty. Të gabosh është njerëzore, ama të falësh është hynore. Të falësh është hynore. Jo në këtë rast. Jo në këtë rast, jo në këtë rast. O ignorant, o maloki trash, a jenë Terezi apo jo? Je i smur përfundimisht. I ka dalë roli jashtë dore, nuk po din ta menaxhoj, është fut në këtë rolin e sa të pastaj komentojnë njerëzit aty, a është vërtet kështu? Kështu ja, po. Unë kam frikë nga vërteta, ndryshe nga ju, që jeni me skenare. Ja u kam tërthënë edhe një herë. Jeni me skenare me... Unë jo! Po, unë jo, programi! Po, vlaj nuk ka shanë, unë e jam vendimin tim. Gocë dashur... Jetojnë në një demokraci, ku mund të shprej vendimin tim lirshëm, pas një frikë, ndryshe nuk do isha shok i ngushtë me Alfred Sakun. Shuni dashur, nuk na intereson fare se ç'a Free Alfred Saku. Programi. Çështja është... Unë jetoj jashtë Matrixit. Nuk falet kjo tradhti, sidomos me shoqen. Na ke frikë tash ti prezantosh në një shoqë se ka burrit ta shtrim pa dashje dhe thotë bëra pa dëshirë, kështu që jo. Dhe ajo goca nuk ka qenë ndonjëherë shoqja jote, ajo thjesht ka dashur jetën tënde dhe burrin tënd. Kështu që jo, fëmia nuk është një justifikim. Ama burri ja tha që nuk e ke shoqë. Nuk e ka thënë burri. Faleminderit. Që bravo burri. Vazhdojmë. Renato ka ardhur një histori që duhet ta lexosh ti. Patjetër. Kështu që lexoje pak. Jam shumë kurioz. Wow, e pas ka fillu bukur. Këtë situatë e dua të lexohet nga Renato, PLS. PLS, okay. Renato big respect. Bravo. O Renato i madh. Bravo. O Renato gigant. Vazhdojmë të historinë tani. Kisha thot një vit lidhje me një vajzë, më donte dhe doja shumë, por nga fundi, ashtu siç ka thënë dhe Andro, ka kaluar depresion në dashuri më duket. U ndam pas një vit lidhje, edhe 2 muaj. Ndonjë kontakt tek tuk, jo pozitiv. Pas 2 muaj të ndar, një natë kisha pirë pak, u afrova me një vajzë, arm on her shoulder, kaq. Asgjë më shumë. Pas kësaj filluam të flisnim për një 2 javë pak. Unë dhe eksi i preferum, zemër. Pasi çdo gjë ishte sheshuar, e gënjeva për një ad në Snap. Nuk kam fol me gocat e tjera. Kush ka Snap në 2025 ma? Andro. Ku më pas i tregova të vërtetë. Ka Andro. Bëj foto ndoshta po jo. Okay, mrek. Ku më pas i tregova të vërtetën, po çe do që e gënjeva. Plus që e kam gënyer edhe 2-3 herë të tjera, por nuk mos ka gënjur çik shumë. 2-3 herë. Por nuk kanë qenë në dëm të lidhjes, por kanë qenë në dëm të besimit. S'më beson më. Ka të drejtë, s'kam ç'a them. Ç'a të bëj o Renato se e du këtë gocë. Do bazohem te këshilla jote. Vetëm te jotja. Jo, bazohet te këshilla Renato. Ti kuptove historinë Renato besoj? Besoj se po.
Imagjino të sa këtë kuptuar Please ma lexoni këtë situatë në puntatën e ardhshme sepse s'ka episod që nuk ju shoh. Big respect. Big respect. Big respect. Që të kuptoni. Vetëm nga Renato, jo nga ne, se ne na small respect për ne. Small që të kuptoni edhe impaktin që kam tek njerëzit, besoj që ky mesazh tregon çdo gjë. Tani, do të jepni një mendim për këtë histori apo jo? Mund të vazhdosh. Jo, vazhdo, të ka kërkuar ty, ne nuk japim mos. Okej, mos e doni në mendim kështu kot. Tani, do të jem ty një herë. Shiko. Që ka vështirë këtë situatë. Sërëm së situatë që vështirë më tek. Shiko, ky çuni ka bë gabime, e kupton. Nuk është se s'ka bë ca gabime, po janë gabime të vogla, gabime që nuk kanë se ndikojnë tek marrëdhënia. Okej, mund të bëhet çik problem ndoshta çështja e besimit, por që besimi rifitohet dhe fitohet me kohën. Dhe fakti që ti e do shumë këtë, ato kanë qenë 2-3 prova që ti ke kalu, që të kuptosh realisht a e do. Këtë gocën apo ishin? Këtë gocën. Këtë gocën pra. Okej. Dhe këto prova ti ke kalu me sukses. Problemi qëndron tek goca që si ka kalu me sukses. Këtë prova. Domethënë ti mendon që është faja saj që si ka besuar. Absolutisht. Dhe besoj do të jap 2 zgjidhje. Interesant. Do të jap 2 zgjidhje, shumë thjeshta. Po. E para që do jetë që të insistoj dhe të vazhdoj. Vazhdoj tentativat, po. Ose ndaje. Po nuk është janë Me që ky s'donte mendim nga ne, unë do t'i them kësaj gocës nëse po e shef, mos e fal dhe mos u bashko. Po jo, qa thu, ore pse jeni kaq kundra dashurisë, më realisht nuk është dashuri. Po është dashuri. Nëse ti bën një gjë që mua më lëndon, nuk është dashuri fare. E disa histori dashurie. E keni shumë gabim të konceptin e dashurisë, s'është dashuria kështu. Jo, nëse doj rob nuk e lëndon, as nuk e gënjen. Sa lidhje dhe as nuk e tërheqën ndaj të tjerave fare, zero. Do të shohësh vetëm femrën tate, ta kurosh femrën tate, dashurosh femrën tate, Ka një gjë që mund ta them, edhe jam shumë i sigurt që është një situatë që edhe ky djali që ka shkruar mund ta ketë kaluar. Mendoj që ky s'ka qenë akoma i shëruar në thonjza nga lidhja e kaluar, dhe ky ka qenë gabim më i madh dhe ka dashur që me këtë vajzën të shëroj ato plagët e vjetra që ka pas. Dhe kur e ka kuptuar që e ka pëlqyer vërtet, gabimet që ka bërë gjatë rrugës i kanë kushtuar shumë. Prandaj po them pra, ai janë prova që ky kalu. Gabimi i kësaj. Jo, që gabimi e them në mënyrë metaforike, asnjë vajzë nuk i shëron dot. Për një audiencë shkolluar, nuk flas për audiencë. Absolutisht, ne kemi intelektual që na ndjekin. Prandaj po them. Asnjë vajzë besoj unë nuk është në gjendje të shëroj ty plagët që ti ka bërë dikush tjetër. Nuk është detyra askujt. Absolutisht. Pra unë mendoj që kjo vajza por ama i sforco për dashurinë e bën. Absolutisht. Unë mendoj që të gjithë do të bëjnë një sforco për dashurinë. Por në momentin që ti nuk abuzon me dashurinë. Po. Ky ka abuzuar. Jo, as pak. Ka abuzuar. Jo, as pak. Unë këtë mendim kam. Po e gjikoni çunin, ta bësh për vetë këtë vajzë, por do e kesh shumë të vështirë. Ai s'dona e marrë për bazë mendimin e Renatos, donte se si tradhtar që janë kështu i gjithë ajo. Jam njëri i drejtë. Jam njëri i drejtë. Ne shoh që më thuj. Okej, vazhdojmë tek historia tjetër. Ti njëri i drejt, po kur ma mora ditë 300 lekë që s'ma ktheva. Vazhdojmë. Ishte i martuar dhe kishte 2 vajza me gruan e tij, dhe ndërkohë ishte lidhur me mua, dhe kur dilnin bashkë merrte të vajzat me pretekstin që janë vajzat e motrës. Një ditë i la goca tek mua se i kishte ndodhur një fatkeqësi, dhe mua tek vajzat më kishte prezantuar si kushërira e tij. Dhe po atë ditë vajza e tij e vogël filloi të qante dhe më tha të merrja teatrin në telefon, dhe unë i thash që s'ja njoh prindrit. Dhe goca tjetër më tha që ne dalim të katërt me babin, ti e njeh. Dhe aty kuptova që personi në fjalë kishte luajtur me 2 porta, kështu që morë goca ditën tjetër, i çova tek ëma dhe ja tregova çdo gjë. Bravo. Ajo u nda nga ai njeri i ulët dhe tani me atë gocën jam shoqë ngush. Jetojmë në një shtëpi dhe jemi bërë si motra dhe rrisim së bashku 2 dritëzat e vogla. Këtë ke ditë çik, fillimi ishte mirë, nuk e di çfarë patë gjatë rrugës, dhe nga kafuni sikur kaloi çik tjetër të muhabet. E kupton çfarë akti u manka vor ky burr. Ka bashku ditë. E kupton se realisht plago i shikoni ca histori në këtë vështrime të gabuame ju dy. Ka bërë purën e Zotit. Plago, e kupton çfarë akti u manka bë. Dgjoj. Shiko, realisht kur po dëgjoja, dje që ishte një histori pak a shumë mund të shkonte në këtë drejtim, pastaj kur mori këtë drejtim tjetër që u bëra shoqe me këtë,
nuk e kuptova realisht, sepse e para punës 2 femra që kanë pasur të njëjtin mashkull në jetën e vet, partner. E kemi pas një histori si kjo herën e kaluar, ë? Po. Që e kemi lexuar që Po ato nuk përfunduan shoqje me sa mbaj mend, përfunduan thjesht. Po, s'përfundon, po ishin afërsisht një gjë e tillë. Siç po thoja, nuk besoj që 2 femra që kanë pasur të njëjtin partner në jetë seksual duhet të qëndrojnë shoqe me njëra tjetrën. Jo që nuk mundet, po thjesht fakti që pse duhet të jetë sebeb ky personi për t'u bërë shoqe bashk, sidomos kur një prej tyre ka 2 vajza. Okej, shumë mirë që janë bërë shoqe deri në kuptimin që janë njohur me njëra tjetrën dhe ja kuptojnë fatkeqësinë njëra tjetrës, sepse kanë kaluar një fatkeqësi po ta marrësh kështu, po nuk mund ta kalosh shoqërinë deri në atë fazë ta quash motër dhe të rrisësh vajzat. Domethënë, këtë gjë nuk e konceptoj duke marrë parasysh ato normat sociale që ne jetojmë momentalisht. Pastaj, është gjë e mirë, absolutisht, ke bërë një shoqe shumë të mirë, po rrisni 2 vajza bashk, por pse do të bëj sebeb një person që ju ka tradhtuar të dyjave, e kupton? Është një plagë që unë nuk do e kaloja dot në kokën time. Po shohësh ditë për ditë atë femrën që jam kurioz ku të bëjnë mbledhje me prind. Sepse kjo vajza që ke përballë ka tradhtuar burrin dhe tjetra do kenë edhe këto. Domethënë mund të banit një raport normal, okay, njihemi të respektojmë. Deri te momenti kur ja kupton fatkeqësinë tjetrës, jam okay, sepse thua kjo është njësoj si unë, po ju shumë mirë që po rrisni këto vajza, por mendoj që duhet të vazhdoni me këto gocat kur të kenë mbledhje me prind. Do ftojnë të 3, do ftojnë të 3. Shkojnë të 3 si bie. Po, kështu i bie. Shpresoj që mos të nisë një raport më shumë se shoqëror mes jush. Unë besoj që mund këtë fillu. Po jam kurioz, ky burri me kë jeton? Ka shumë pra ajo e historisë kaluar, ha. Ky burri me kë jeton? Ky ka gjetë do i pane macaroni, sinqerisht, se merreni me këto që i kanë hallet e gjillme, po ai burri ku ka përfunduar. A merakosët kush prate? Ai plak ka zgjidh hall. Ai ka zgjidh. Vajzat si ka më për të marrë. Donte të traftonte gruan. Bani një akt human. Bani aktin human dhe vini këtu e paragjikoni edhe në emisione. Çfarë themi, lum pushka. Çdo gjë tjetër që nuk interesohet as pak asnjëri se ku ka përfunduar ky njeri. A ka përfunduar rrugëve, a ku është? Shikoj burri thotë se unë një program i thotë ai fizika. Ore, e kupton ti që ai ka tradhtu gruan me 2 fëmijë, imagjino të kesh 2 ëngjëj në shtëpi. Dhe ta dashurës. E ti thosh majçi. Po kupton se nuk është tradhtar ordinar pra. Ore çat sipe ka këto meshkuj ma. Çat sedre kanë këto meshkuj ma. Ka majtë edhe fëmijët afër. Da, mos e krijo familjen kur si aq burrë dhe s'di ta mbash ndau, o shok. Shumë mirë ka. Kalojmë te historia tjetër. O zoti i madh, nuk mund kena opinionet tona, sepse drejtuesa e emisionit thotë emisioni im do të kush këtë opinion. Po sa? Ti e dhe opinionin në fillim, që kur ka marrë në fillim. Opinionin tënd. Që kur ka marrë në fillim, po opinion që ndihem i cunguar në atë që them, nuk është opinion. Okej. Që kur ka marrë në fillim kam thënë që un jam paskenar dhe ju kam thënë. Historia tjetër. Kaç po ju them. Suj. Para disa javësh po flisja me një djalë malsor. Nice. Aha. Po pse shef Renato s'është vetë djalë malsor? Jo, se ky ka për shumë thirrje këtu në emisione dhe ka pas shumë kërkesa, kështu që mund të jetë. A është historia jote që ka ardhur në emision? Yes. Ishte jo tipi im, por duke qenë se kishte një moshë pak më të madhe se unë isha 22 e 27. Jam 28. Ndoshta e ke gënjur. Ja, nuk kam gënjur shok, ju them vërtet. Për një vit do gënjej. Unë thash ti jepja një mundësi që ta njihja pse jo të kisha një njohje në këtë moshë. Po fliste shumë okay, po i tregoja për veten, më pyeti për familjen, gjëra të tilla, i tregova që familja ime nuk jeton dhe e kam humbur në një aksident. Okej, ndoshta si ti pra. Jo, sjell. Ai nisi të më gjykoj duke më ofenduar se një vajzë rrugësh. Ja, si back up. Sepse unë s'kisha një familje, nuk e hapja motelin, më kërcënonte, por para se të më ofendonte në këtë gjë më kërkonte foto të mia normale, domethënë. Foto të zakonshme dhe unë i thoya jo s'ke çdo, ai më thonte ti si një vajzë tamam, si goc për shtëpi. Kisha thjesht 2 ditë që flisja dhe si kam folur më kurrë. Ja kam thënë që s'dua të njoh sepse ti më ofendon. Ai ishte dëshpëruar më veten sepse s'kishte gjetur akoma grua. Sot. Mesazhi për vajzat është kur mos u demoralizonin nëse dikush i ofendon. Largojeni që në fillim dikë që është i keq në sjellje, jo nga faji yt, por ai ka një problem me veten. Është shumë e vërtetë dhe ke shumë të drejtë në komo. Ka dhënë histori, opinion. Ka thënë histori plak për një person. Ka edhe me opinion veten për çfarë shkruan neve, po jo më ka thënë tani që nëse dikush është disrespectful që në fillim, besojeni atë tipin dhe largojeni nga jeta juaj. Do unë bashkohem me këtë mendim. Edhe unë bashkohem me këtë mendim. Sepse ka shumë edhe çuna dhe goca që nuk kanë besim te vetja vet dhe gjitha pasigurit e tyre i shprehin tek njerëzit e tjerë. Kurse unë e shoh ndryshe. Si normalisht.
Si gjithmonë. Si normalisht. Si gjithmonë. S'mendoj që ka diçka ndryshe këtu, por nejse, ajo vajza ishte jetime, kështu që. Shiko, atëherë po e le kështu edhe unë, sepse që në momentin që unë du t'jep një opinion dhe nuk e merrni për bazë, duke thënë thjesht fjalin që sigurisht që e ke ndryshe dhe nuk e merrni atë iniciativën dhe guximin për ta dëgjuar si histori, atëherë më mirë edhe unë s'po flas fare. Mos bësh shumë si prekur se nuk është një histori. Po vim si skenar, po vim me skenarin tuaj edhe them unë. Okej, në rregull, jam dakord. Skenari Greta dhe Andro, jam dakord. Jam dakord. Renato, programi. Kjo nuk është një histori ku të bësh batuta dhe të tallesh, okay? Nuk është një histori si të tallesh edhe bën ti batuta dhe gjëra. Kisha një histori tjetër. Renato, nuk kisha të shpreh se okej. Po si ishte ma, jenë Terezia po jo, goca ka unë familjen dhe ai. Okej, më pjesa jo, po le, ta dëgjojmë. Po sigurisht do të dëgjojmë. Jam dakord me skenarin. Ne kam një shumë të shkurtër që po ka të drejtë, nëse dikush të ofendojnë që në fillim besoj ato që ai të tregon dhe largoni nga ai person. Okej, në rregull, i qëndrojmë skenarit, po keni të drejtë. Hajde, do bëjmë emision me skenar, hajde ta bëjmë. Po çfarë skenari se na çmend për mençin e skenarit, se si jemi rrok tjerë, ha. Keni të drejtë. Jam dakord me opinionin. Okej, ne vazhdojmë historinë tjetër. Se u dam tash ç'është kjo. Tani, hey Greta, doja të ndaja historinë time. Ja, për sigurt është edhe emri jon aty dhe e bë Kastile. Po, e vërtet. Hey Greta dhe Çunat. Doja të ndaja, sa i gjatë që ka kjo. Ti ke marrë kafe? Po, shumë i gjatë. Kështu që ju lutem mos më ndërpreni dhe dëgjojeni me vëmendje se nuk do ta përsëris. Hey Greta dhe Çuna, doja të ndaja historinë time për të cilën s'jam shumë krenare, por ka një fund të lumtur. Flisa me një çun të cilin le ta quajmë Tom, filluam të kalonim shumë mirë dhe pse ziheshim shpesh sepse ai xhelozonte shumë, ne isëm punoja tek puna e ishit. Nuk është ashtu siç duket. Kisha një vit atje që punoja dhe ishi ishte çuni i pronarit. Tani unë me atë u lidha pasi fillova punë. Nuk është se më futja ai në punë dhe unë ndava sepse më tradhtoi dhe nuk e falja. Bravo! Bravo! Nuk falet tradhtia. Me thënë të drejtën ai nuk rrinte shumë. Me thënë të drejtën ai nuk rrinte shumë tek biznesi i tij familjar. Tani ky Tomi u rastisën në një vend të përbashkët me ishin tim dhe unë i them paraprakisht mos i jep muhabet sepse ja njoh tipin dhe e dija që do t'i afrohej. Dhe ky çfarë bën? Bën muhabet me atë dhe afron bën shok pa më thënë mua. Sa weird. Unë isha zënë me këtë Tomin, pasi më tha që do dalim me ca shok dhe do ishte dhe ishi im. Tani do thoni ju çfarë problemi ke ti sepse ishi im donte të më ndante nga ky çuni dhe këtë gjë bëri. Një ditë shkoj në punë unë dhe shikoj që ishi im aty dhe Tomi. Tomi ishte ky çuni që i vuri emrin fillim, i dashuri aktual. Tani sipas Tomit Elka. I sekond, nuk po e kuptoj se çka ka shkruajt. Unë ka grupar. Tani sipas Tomit ishit nuk e dinte që ne flisnim dhe ishim të zënë dhe ai shtanget kur më shikon sepse kisha ndorruar turnin atë ditë. Dhe çfarë bëj unë nga inati ngacmoj ishin në sy të atij dhe ai nuk reagonte dot pasi e kishte shok atë. Dhe ishi më prezantoi Tomin, më tha ky është shoku im dhe unë bëra sikur se njëja sepse ai nuk donte që ta merrte vesh njëri për ne dhe atë ditë më ka thënë që nuk ja bëj dot këtë gjë shoku tim. Nuk vazhdoi dot të flas pasi e ishi shoku tim, ndërkohë që këta u bën shok pasi ai kishte folur me mua dhe unë për të hakmarr i fola sërish këtij ishit. Dhe pse nuk e doja, thjesht një javë sa për të parë Tomi që ai nuk e respekton siç mendon ai dhe i shpjegova situatën ishit dhe ai nuk i foli më Tomit dhe donte të rikthehej me mua. Por sigurisht që nuk u riktheva me të. Tomi dhe sot e kësaj dite që kanë kaluar një vit e pak dëshiron akoma të flasi me mua, por ajo që bëri ishte një red flag i madh. Gjithsesi pasi isha mes këtyre dy çunave doli një i tretë i cili më tregoi se si është e vërtet dhe të se sa shumë ndodhe që nuk më tradhton. Kemi një vit e pak pas kësaj që ndodhi ai erdhi në jetën time dhe tashmë jemi së bashku. Është pak e gjatë për dua mendimin tuaj. 3 puthje për 3 më të mirë. Okej, pas puthjes mund të diskutojmë pak këtë historinë e çuditshme. Shiko, goca e ka shkruar qartë, nuk besoj që se kuptuat vetëm nëse se keni dëgjuar me vëmendje. Jo, shumë e qartë. Do të thënë, unë mendoj që Tomi. O mendoj ta hapi Greta me dimin për këtë historinë. Po unë kisha pa edhe trailerin me qenë puna dhe për kështu, për refreskim. Tani, t'ja u them unë shkurt? Më shkurt se ka. Kjo goca është lidhur me një djalë që ja vuri emrin Tom.
Por si ja ka vuaj me Tom, a çka pas Tom? Për Tom për historinë që ta lexojmë ne këtu. Okej, në Tom nuk është emri i vërtetë i tij. Jo, përpara Tomit kjo ka qenë lidhur me çunin e pronarit në punë. Që do me thënë ishte ishi i vetë. Kjo vazhdon të shkonte te kjo puna. Një ditë të bukur, Tomi dhe ishi i kësaj u bën shok. Kjo nuk e kishte thënë, nuk ishte asnjëri dieni për njëri tjetrin. Më pas u mor vesh si gjë nga Tomi etj, pastaj kërkoi që të kthehej etj. Kjo pa shumë red flag, në fund u kthye vetëm me njërin, pastaj kjo vendosi që të lidhej me dikë tjetër që nuk është as Tomi dhe as ishi vet, dhe aty kuptoi se çfarë ishte dashuria e vërtet. Jeni të qartë me kaq? Po jam i qartë. Fakë pas ka bë vetë lamshin në plot. Po pra, jam vetë i qartë, jam shumë i qartë tani, po se kuptoj ku e çon mushka. Jo mushka, ku e çon kjo ngjarje në këtë raportin aktual, domethënë si ndikon kjo dashuria e vërtet që ka gjetur. Pse do të ndikojnë këta dy çunat? E kupton? Ka qenë thjesht një. Se di pse thjesht zgjodhi që ta tregonte ndoshta si eksperiencë. Do të dinë nëse ka bërë mirë që i ka vendosur dy çuna në provë ndoshta? Çfarë prove më? Po sepse thoshte që Ky ka thënë që nuk duan që ta di asnjë për ne të dy. Dhe tani ky ishi e kishte marrë vesh për këto të dy dhe ngacmonte dhe ndau nga Tomi për të ribashkuar vet. E kuptoj, dhe kjo ka bërë një gjë tjetër që për të cunguar, për të si thua thumbuar. Dhe i ka thënë nuk ja bëj unë dot shokut tim këtë. Po pra, edhe kjo Gjasme tha aty, Gjasme po e bëri vërtet, për të parë sa e vërtet është shoqëria e Tomit dhe ishit vet, i vuri në lojë të dy tha atje, nuk vazhdoi dot të flas pasi je ishi shokut tim, ndërkohë që këto u bën shok, po ato janë bërë shok pas kësaj. E kuptoj shumë mirë. Shiko, kjo nuk është situatë që nuk ndodh, ka shumë raste që goca lidhen me çuna të ndryshëm që kanë shoqëri me njerëz që këto i kanë njohur më përpara, domethënë histori të shkuara. Edhe ndodhin këto gjëra që jo pason s'lidhem dot me ty se ti je ishi i shokut tim etj, gjë që është normale, po jo në momentin ku ti e njeh të dashurën dhe pastaj njeh ishin e vet, si ky rasti konkret. Këta janë njohur pasi ajo ka qenë e lidhur, e kupton? Se të lidhem mund tani me një goc dhe më vonë të lidhem domethënë të gjithë me i çun. Të lidhesh me një çun tjetër që mund ta kem punë, mund ta kem koleg, edhe ky rasti jetë ishi i saj. Atëherë është situatë tjetër, nuk është se unë kam pas shok këtë dhe po që kjo vajza thotë që i ka vendosur në provë. Nuk besoj që ka qenë nevojshme ti vësh në provë. Ka pasur dy zgjedhje shumë normale para. Dhe thot Tomi dhe sot e kësaj dite që ka kaluar një vit dëshiron akoma të flasë me mua. Po shiko, edhe Tomi nuk është se nuk ka bërë gabime, po nuk mendoj që ka qenë një gabim aq i madh sa ti ta lësh. Tomi ndoshta është treguar më human se ç'duhet, më empatik se ç'duhet. Imagjino tash të bësh shok një person që ka pasur dashurën tënde, është një veprim që se bën shumë veta. Po ta marrësh në këtë aspekt. Po nuk e dinin pra këto për njëri tjetrin. Po mendin që e ditën prap, nuk është se i bëri diçka ky kësaj ose ku diun thjesht. Po kjo thotë që kam gjetë tani një të tretë që ishte dashuria e vërtetë. Dgjoj, shpresoj shumë që mos të njohësh shokët këtij djalit tjetër ose mos ndal një histori si kjo, sepse shikoj sa e vështirë është që të gjesh dashurinë e vërtetë. Do të kalosh e vërtet. Peripeci. Po, se besoj nëse vazhdo. Por urime dhe suksese. Po them që problemi është kjo goca. Pse? Ka bën një lëm shumë të madh. Lëm çka ka bërë me të drejtë. Me ka bën lëm shumë të madh. Po çfarë ka bën? U lidh me një çun, ishte te puna. Ishit u lidha me këtë, i bëna shok këto dy, mazi nuk i bëre kjo. Po nëse kjo e dinte. Po, tani fakti që ti e din duhet t'ia thush dashurit që ai është ishi Ollosa. Po pra ja kishte thënë më vonë. Po më vonë, po jo më vonë, duhet direkt, jo më vonë. Po pra se ti kishte thënë nuk duan asnjë ta di për ne të dy. Po s'ka lidhje, ka ditë që janë shok, duhet ja kisha thënë shumë më herë. E bëri shok më vonë, pasi ishin gjithë bashkë. Po s'ka lidhje, duhet t'ia thoj. Gjithsesi lëmshin e ka bërë. Po, lëmshin e ka bërë. Por ishte një lëmshi nuk i kishte gjithë në dorë. I bani shok të dy dhe pastaj tha, "Disi do rrini ju dy s'm bëj tjetër." Po, po ashtu. Po shkurt muhabet domethënë kështu. Nuk është në rregull bu. Nuk është në rregull, por është diçka që edhe ata kanë pas faj se o plak. Tani duke ditë të dy, po jo në pak, duke ditë dy çuna që kjo goca që është në mes tyre, ka qenë edhe me këtë, dhe ndërkohësh me këtë tjetrin, pse bëheni shok më vlla? Pse bëheni shok? Nuk e di, ja dim të dy. Mund ta kenë marrë vesh më vonë. O e kanë marrë vesh pra. E kanë marrë vesh dhe çan ndodhi tha, ishi im tha do të më nda me kët. Po ishi ka bëte ka bëtë tentativën e vet, kurse ky tha ky u mundu thoshte që të lidh, u nda me mua sepse nuk ja bëj dot shokut tim tha këtë. Po. Edhe pastaj donte të lidhej prapë me mua. Domethënë këta kanë qenë idiota plak, shkurt muhabeti. Po, më idiotë kjo tjetër. Po kjo është okay, është situatë. Po mrem goca aty ku zot i mrem. Po nëse po e mbrojmë, po. Ju ka dhënë puthje më. Po, okay, mrem.
Okej, po se na thuje të ndryshojmë opinion. Jo, shumë mirë. Okej, je konfuzuar dhe ti, nuk është se ka ndonjë problem. Ndodh, domethënë si gjë. Kështu që, okej, shumë mirë, po, bravo Goca. Nuk kemi çfarë të tjetër. Pa them duhet të lëshojmë detaje historisë që janë detaje që bëjnë diferencë, nuk është se Padyshim. Bravo. Ju put shumë dhe jeni shumë të mirë. Wow, s'ka pas faj fare kjo goza plago. Kupton le të digjen ferra të dy çuna. Keni humbur një Natën e mirë, faleminderit që na ndoqët. Natën, faleminderit.